Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vëllezër të dashur besimtar, motra të nderuara. Falënderimet i qofshin Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salam. Jemi në fund të muajit të Ramazanit, në muajin të mëshirës, në muajin e faljes, në muajin e largim nga zjarri i xhenamit. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu i madhruar ka dashur të bëjë disa dallime mes krijesave, kohëve dhe vendeve. Allahu i madhruar për gjitha krijesat e dalloi njeriu, prej njerëzve i dalloi pejgambert, prej tyre e dalloi Muhammedin alayhis salam, prej vendeve e dalloi Mekën. Prej ditëve e dalloi ditën e xumë, prej muajve e dalloi muajin e Ramazanit. Prej netëve të muajit të Ramazanit e dalloi dhjeshin e fundit të këtij muaji, prej tyre e dalloi natën e Kadrit. Vëllezër, sot me lejen e Allahut shkurtimisht do t'i them disa fjalë për vlerën e natës së Kadrit, rëndësinë e kësaj nate dhe si të sillemi ne në këtë natë që të përfitojmë të mirat e kësaj nate. Vëllezër, vlerën që ka kjo natë ka folë Allah në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes haditheve. Allah i madhruar për vlerën e kësaj nate thot Bismillahirrahmanirrahim, Lejletul Kadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më rëndësishme se 1000 muaj. Pra, një natë e vetme, një natë sa një jetë. Një natë sa një jetë e tërë në adhurim. Pra, këtë vlerë ja dha Allahu i madhruar. Më rëndësishme se 1000 muaj. Allah ja dha këtë natë ummetit e Muhammedit alayhis salam si mëshirë, si shans, si fillim i ri. Po në këtë natë çfarë ka ndodhur dhe pse ja dha Allahu këtë vlerë kësaj nate? Në këtë natë thot Allahu i madhruar Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Nata e Kadrit është që e zbritëm Kur'anin. Pra vëllezër, s'ka natë më të madhe dhe më me vlerë se sa zbritja e fjalës së Allahut të madhruar. Pra një natë që ndryshoi historinë e njerëzimit. Vëllezër, pastaj Allahu thot Bismillahirrahmanirrahim, Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Në atë natë zbresin me lajket dhe shpirti Xhebraili me lejen e Zotit të tyre. Për çdo çështje, ajo që përcakton Allahu është paqe deri në agim të mëngjesit. Po në këtë natë, me lejen e Allahut të madhruar, zbresin me lajket dhe i shiqojnë robërit e Allahut të madhruar se si i luten, se e madhrojnë Allahun. Mbizotron paqja dhe mëshira e Allahut deri në agim. Allahu vëllezër fal në këtë natë shumë. Është natë falje, natë ku dyert e qiellit janë të hapura. Çdo herë, po në këtë natë janë më shumë se çdo herë tjetër. Shuhet pyetja vëllezër, kur është kjo natë? Allahu me urtësinë e tij e ka mshef saktë se kur është kjo natë. Se qëllimi i besimtarit nuk duhet të jetë vetëm me një rast ose me një natë të adhuroj Allah, po duhet të adhuroj çdo herë, po në disa kohë duhet të shtoj adhurimin. Pejgamberi alayhis salam na ka thonë, kërkon në natën e Kadrit në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. Pra, ajo që dihet është që është në 10-shin e fundit të muajit të Ramazanit. Sa hadithe tjera na njoftojnë dhe na orientojnë që të kërkohet nata e Kadrit në ditë të tek, ose në net të tek. Pra, 21, 23, 25, 27, apo në 29 ditë të muajit të Ramazanit. Po ajo që duhet të na interesojë më së shumti dhe që duhet të kemi parasysh është përfitimet e kësaj nate. Pejgamberi alayhis salam me një rast tha, kush e gjallëron natën e Kadrit me besim me shpresë, në shpërblimin e Allahut i falen mëkatet e mëpashme. Pra, një natë vetme, një natë falje për një jetë të tërë gabimesh. Pra, e kemi këtë mundësi. Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin alayhis salam, tha ja Rasulullah, nëse qëlloj natën e Kadrit, çfarë duhet të veproj? Si duhet të veproj? Pejgamberi alayhis salam i tha, o Aisha thuaj, o Allah, ti i falës, e dën faljen,
me fal mua. Pra, një dua, një lutje, shumë e shkurt, po me pesh shumë të ranë. Kësaj duaje, kësaj lutje, shtoja, o Allah, ti i falës, e dën faljen, me fal mua, i fal prindëve mi, e fal familjen time, e fal ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër, krejt në fund është që du mi thonë se si të veprojmë, shto namaz natë. Nëse deri sot i ke fal 20 rekate taravi, ose i ke fal 4 rekate namaz natë, shtoj edhe 2. Shtoj se është sikurse me u fal për mbi 1000 muaj. Pra një jetë e tërë në adhurim. Pasaj, shto leximin e Kuranit. Nëse kulu vallahën për marrëm shembull, e ke knu 3 herë ose 2 herë, shtoj edhe 2 herë tjera. Shtoja adhurimin, jep sadaka, nëse Allah të ka nderuar me pasuri. Nëse qëllon në natën e Kadrit, një herë me dhon është sikurse me dhon përmi 83 vite. E sa? Pendim të sinqert dhe istighfar. Pra kërkoj istighfar nga Allah, se fal Allah shumë në këtë natë. Lutë Allahun për vete, familjen dhe për ummetin e Muhamedit al-Islam. Vëllezër, mos harro, nata e Kadrit është një mundësi që nuk përsëritet shpesh. Një natë mund të ndryshoj një jetë e tërë për mirë. I lume ai i cili e gjen këtë natë me zemër të kthyer nga Allahu i madhruar. Allahu na i pranoft adhurimet tona, namazin ton, sadakan ton, dhe çdo gjë që e veprojmë gjatë këtij muaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.